Ulqini, qyteti më jugori i Malit të Zi hyri në vitin 2026 në shenjën e një moti ekstrem. Reshje intenzive shiu dhe stuhite shoqëruara që lanë pas dëme konkrete dhe probleme infrastrukturore që banorët i përjetuan përsëri në lëkurë. Situata krijuar në ditët e para të janarit nuk ishte vetëm një fatkeqësi natyrore kalimtare, por një reflektim i qartë i dështimit institucional për të planifikuar, parandaluar dhe menaxhuar emergjencat klimatike që kohë më parë janë paralajmëruar. Reshjet e shumta që goditën vendin shkaktuan përmbytje në shumë rajone të Malit të Zi, përfshirë edhe Ulqinin, ku ujrat rrezikuan ndërtesat në Adën e Bunës dhe zonën e Shtojit, ndërsa rrugët dhe trotuaret u bën të pakalueshme, ndërkohë zonat e banimit në Shtoj u përmbyten me oborre, garazhe dhe shtëpi nën ujë, për shkak të kanalizimeve të bllokuara dhe mbushjes së terreneve pas sisteme adekuate drenimi. Përfaqësuesit lokal fajsuan njëkohësisht ndërtimet pa leje dhe mos planifikimin urban për keqësimin e situatës. Në Ran, plazhin e vogël të Ulqinit, pamjet e ujit që mbuluan zonën e shetitorës dhe rrugëve tregojnë një qetësi të falsifikuar të infrastrukturës urbane e cila në goditjen e shiut të parë të madh shjer maskën e paraqitjes turistike të qytetit. Është rënditëse të shohësh si hapësirat kryesore publike, që supozohet jenë atraktive dhe funksionale për banore e mysafir, shndërrohen në pellgje uji dhe barriera të pakalueshme për qarkullimin, duke përkeqësuar çdo ditë jetën e përditshme. Çështja nuk është vetëm atmosferike. Problemi thelbësor qëndron në mungesën e një sistemi efektiv të menaxhimit të ujrave atmosferike dhe kanalizimeve, në investime të papërfillshme, në infrastrukturë dhe në mosbatimin e planeve urbanistike dhe ligjore, veçanërisht në zonat e ndërtuara pa kontroll të duhur. Kjo duket qartë nga përmbytjet e vazhdueshme në qytet dhe Shtoj, ku infrastruktura e shpërndarjes së ujit nuk funksionon, një problem që jo vetëm rikthehet, por përkeqësohet me çdo stuhi të re. Qytetarët e Ulqinit, që çdo vit presin turistë dhe mbështeten në turizëm si burim kryesor të ekonomisë lokale, përballen me një ironi tragjike. Ndërsa pushteti lokal shpesh promovon buxhete dhe projekte të mëdha, realiteti në terren tregon se kapitali nuk po investohet ku duhet, te baza e funksionimit urban dhe siguria e banorëve. Edhe pse buxheti i qytetit është rritur në vitet e fundit, kjo rritje duket se ende nuk reflektohet në përmirësimin e kapaciteteve për të parandaluar emergjencat klimatike dhe për të mbrojtur pronën e qytetarëve. Në vend të reagimeve të ngutshme dhe shpesh të vonuara pas çdo përmbytjeje, institucionet duhet të ushtrojnë një planifikim afatgjatë, të investojnë në sistemet e avancuara drenimi, të zbatojnë ligjet kundër ndërtimit të paligjshëm dhe të angazhojnë komunitetin për zgjidhje reale. Cilido që kërkon turizëm të zhvilluar dhe një qytet të qëndrueshëm, duhet ta pranojë, Ulqini nuk mund të qëndrojë në ujë sa herë bie shi i fortë. Banorët meritojnë më shumë se premtime. Ata duan fakte, projekte dhe rezultate. Nëse kjo nuk ndodh, çdo stuhi e ardhshme do të shërbejë vetëm për të nxjerrë në pa një fakt të padiskutueshëm. Në Ulqin, përmbytjet nuk janë vetëm fenomen natyror, por pasqyrë e dështimit institucional.